Bordi i Transparencës ka vendosur sërish uljen e çmimit të karburanteve në tregun vendas, duke reflektuar në këtë mënyrë ecurinë në tregjet ndërkombëtare. Në mbledhjen e zhvilluar më 9 prill u përcaktua që çmimi maksimal i shitjes me pakicë për naftën të jetë 280 lekë për litër, nga 220 lekë që ishte vendosur vetëm një ditë më parë. Ndërkohë, në tregu me shumicë, nafta do të tregtohet jo më shumë se 198 lekë për litër, nga 208 lekë për litër në vendimin e mëparshëm. Në të njëjtën kohë, bordi ka vendosur të ulë edhe çmimin e benzinës, që me pakicë do të tregtohet jo më shumë se 173 lekë për litër, kundrejt 181 lekë për litër që tregtohej më parë. Çmimi i shitjes me shumicë të benzinës do të jetë jo më shumë se 161 lekë për litër. Çmimet e reja hyjnë në fuqi më 9 prill ora 14:30 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku pritet të reflektohen luhatjet e mëtejshme të tregjeve ndërkombëtare. Autoritetet u bëjnë thirrje operatorëve të tregut për zbatim rigoros të vendimit, duke paralajmëruar masa deri në pezullim aktiviteti në rast shkeljesh.